Jam Sabina Shabani, specialiste pranësisë vendore të kujdesit shëndetësor Shkodër. Siç e dini, ne jemi në sezonin e verës, ku dhe temperaturat janë shumë të larta, ndaj kujdesi për shëndetin është primar. Një kujdes të rëndësishëm është kujdesi ndaj fëmijëve, ku sa herë që fëmijët janë në breg të detit, duhet të aplikojnë një krem me mbrojtje shumë të lartë. Gjithashtu duhet të riaplikohet sa herë që ato hyjnë në det dhe çdo 2 orë pas ekspozimit në diell. Asnjëherë mos i lini fëmijët tuaj pa praninë e një të rriturit, edhe pse ato mund të kenë masa për të bërë një notë të sigurt. Gjithashtu shmangni ekspozimin e diell nga ora 11 deri në orën 16 dhe sigurojeni që fëmijët tuaj gjatë ditës të konsumojnë sa më shumë ujë dhe të jenë të hidratuar. Ju urojmë pushime të mbara.